Partia Demokratike ka depozituar këtë të njëjtën një kallëzim në SPAK kundër kryebashkiakut të Maliqit Gëzim Topçiu, duke akuzuar për shpërdorim detyre. Drejtuesi politik i qarkut Korçës, Ivi Kaso, ka ngritur akuza të rënda ndaj Topçiut, duke akuzuar për shpërdorim të burimeve të bashkisë, për punësime elektorale dhe për shkelje të procedurave të prokurimit. Sipas Kasos, kryebashkiaku ka autorizuar asfaltime rrugësh dhe ka kryer veprime të tjera të dyshimta, pavarësisht kufizimeve ligjore që ekzistojnë. Partia Demokratike është në këmbë dhe po monitoron çdo sjellje e tyre të jashtëligjshme, të cilën do t'ia referojë organeve të drejtësisë, sikundër po bën për ditë, në mënyrë që të mos guxojë askush që të përdori burime shtetërore për të marrë rezultatin elektoral. Nga ana e tij, Gëzim Topçiu ka hedhur poshtë këtë akuzë, duke deklaruar se çdo veprim është realizuar në përputhje me ligjin dhe se puna e bashkisë ka qenë gjithmonë në shërbim të interesit të banorëve të Maliqit, pa asnjë ngarkesë politike. Nuk mund të quhet favorizim nëse unë investoj në të gjitha fshatrat e bashkisë pa përjashtim. Ne nuk bëjmë rrugë të ndara për të majt apo për djathtë, bëjmë rrugë kudo, në të gjithë bashkinë. Punojnë sipas një miratimi që Këshilli i Bashkisë ka bërë, sipas miratimit që bën Agjencia e Prokurimeve Publike, që është institucion i cili shikon edhe bazueshmërinë ligjore tona. Kështu që në konceptin tonë duket një veprim jo i dur, megjithatë institucionet përkatëse ta verifikojnë, të shikojnë cila është shkelja apo abuzimi që ne kemi bërë. Nuk di çfarë të them për momentin.